Atëherë jemi me videon e radhës që do jetë tek EuroCF, po ashtu është e njëjta taktik siç e kemi përdorur tek Europoundi. E njëjta gjë dhe EuroCF si Europoundi është pothuajse në një orar shumë i qartë me zona supply dhe demand, i respekton shumë. Një rast është këtu, pra një rast është këtu, nëse i qartë mund kishim bërë entry këtu, prap me risk reward 1-1. Pra me qiriun e parë bearish që si të themi e refuzon do me thënë supply-in, mund të kemi tjetër, në qofse zgjatim e kemi dhe këtu që ka sjell këtë ndikim, prap një tregti këtu do ishte prap te ky qiri bearish, prap e njëjta gjë do ishte në fitim. Këtu përsëri, në qofse shohim dhe këtu e njëjta gjë, prap dhe këtu do kishim një tregti me risk reward që do kishte dalë fitim. Gjithashtu ka shumë raste të tjera, mjafton që zonat ti vendosni, pra ja dhe kjo zona këtu, e njëjta gjë dhe këtu mund ta kishim shfrytzuar short, ja ku është prap short, do kishte dalë. Ok, pra në qofse shikoni vetëm në një pjesë nga data 2, 1 gusht deri në 17 gusht, kam pasur 4 tregti. Me këto 4 tregti e kishim kaluar, do me thënë e zem tregtia e parë që është risk reward 1-1 tek EuroCF, tek faza e parë, më pas e dyta që është 1-1.5, kalohesh e faza e parë. Faza e dytë në raportin 1-1 dhe faza tjetër në raportin 1-1.2, pra do ishte komplet, do ishte kaluar, do me thënë vetëm me EuroCF komplet challenge, pra shumë i qartë, shumë i pastër dhe shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë për tu përdorur. Kemi raste të tjera plot, kemi rastin për shembull, në qofse marrim këtë zonë supply, kemi rastin këtu që ka sjell këtë drop. Po ashtu dhe zona këtu ka sjell këtë drop. Në qofse marrim tjetër dhe zona këtu, kjo zonë ka sjell këtë drop. Kjo zona këtu që mund ta zgjasim dhe nga këtej, po marrim zonën tjetër dhe kjo zonë këtu ka sjell këtë drop. Pra shumë e thjeshtë, shumë precize. Zona këtu ka sjell këtë drop, zona këtu ka sjell këtë drop, dhe me radhë. Pra mundet me këtë strategji shumë të thjeshtë, vetëm me vendosjen e zonave, po ashtu se po vëm vetëm supply, po këtu e kemi zonën demand që ka sjell këtë refuzim dhe ka sjell këtë lëvizje bullish. Tjetër mund të shohim zonën këtu, e cila ka sjell prap këtë lëvizje bullish. Mund të shohim zona të tjera plot, për shembull zona këtu që ka sjell këtë lëvizje bullish. Mund të kemi zona të tjera, përsëri kjo zonë këtu që ka sjell prap këtë lëvizje bearish. Kjo zonë këtu ka sjell prap këtë lëvizje bearish. Kjo zonë këtu ka sjell prap këtë lëvizje bearish. Pra çka duhet të dini për strategjinë takfak është mekanizmi që shpjegova dhe besoj është shumë i qartë, plus dhe një gjë tjetër, që duhet të kemi dy
çifte që i tregtojmë me Europound EuroCF, pra ose Europoundin ose EuroCF-n. Zonat, do me thënë zonat do i vendosim në një orash, do vendosim pjesën e zonave supply ose demand më të rëndësishme dhe në 15 minutë do presim qiriun që ta refuzoj. Pra në momentin që ne kemi një qiri, do me thënë kemi një zonë demand, qiriu i parë 15 minutë berish që refuzon zonën supply do futemi short. Qiriu i parë që refuzon në 15 minutë që refuzon zonën demand në një orash do futemi buy. Pra ka që e thjesht besoj mezi pres që ta merrni këtë strategji, ta kaloni challenge-in edhe të më falenderoni. Pra kjo është pjesa komplet e strategjisë TACFAC, shumë e thjesht, 2-3 ideologji të thjeshta dhe besoj të jetë sa më shumë e suksesshme edhe për juve.